na shëndosh buka, pse na shëndosh nëse ne thajmë e thekim atë është më tepër dietike? Lidhemi përsëri me Altinin për të marrë përgjigjen e kësaj pyetje. Ja ku jemi sërish, Altin. Faleminderit. Po pyetja na shënosh buka. Po, mund të na të shënoshi, po jo sepse ajo përbën nivele të larta kalorie, po sepse rrit shpejt glukozën, stimulon nivelin e shtimit të insulinës dhe insulina bën që të depozitohet niveli i yndyrnës. Ku shpesh insulina është e lartë nga konsumimi i lartë i bukës, trupi nuk djeg yndyrën dhe e ruan. Kështu që konsumimi i bukës në çdo vakt, në çdo kohë, në sasi të lartë favorizon shtimin në peshë. Jo nga kalorit, por nga ajo që më tham. Nëse pastaj bukën e thekur, po themi e thekur, është më e mirë apo jo, apo e thajm, e thekim apo tjera, ky është një mit. Është një mit i përhapur sepse çfarë ndodh kur ne thekim bukën? Humbim sasi më të lartë të ujit, nuk humbim kalori. Pesha, pra, duhet kuptojmë. Po është më shishme. Është e thekim për shije në radhë të parë, se s'besoj se e thekim që të mos na shëndoshi, po ka më tepër shije. Pesha e bukës mund tulet, po glukoza jo. Madje glukoza përthithet më shpejt dhe indeksi glicemik rritet. Rritje më e shpejtë e sheqerit në gjak. Dhe kemi një reagim fort ndaj insulinës. Ndaj, për diabetikët nuk rekomandohet që pra buka e thekur ndoshta është më e keqe se sa buka e butë për arsye sepse niveli glicemik rritet më shpejt. Pra duhet ta kuptojmë në këtë rast se kush është më i mirë ose për shtimin e peshës së tjerë. Nga ana tjetër, të lutem dua të shpjegoj një diçka. Te pjesa e gjithë këtyre bazave kryesore që është krijuar buka, është gjithë propionati i kalciumit, i cili është një aditiv shumë i vjetër, shumë i përhapur, i cili është një acid yndyror me zinxhir të shkurtër. Pra kriprat e kalciumit, po them, që shtohen në pjesën e bukës, që mos bëhet ajo rritja e mykut në bukë dhe të rritet të jetë gjatësia të buka. Në qoftë se buka ka nditur për të nditur më shumë gjatë, i hidhet pikërisht ato kriprat e kalciumit. Nga ana tjetër, në 3 feta bukë, niveli i kalciumit mund të dëmtojë në nivelin e insulinës 2 fish në krahasim me kaq ka dëmtuar më shumë, duke bërë metabolizimin e glukozës dhe duke çuar në një kontroll të dëmtuar të glicemisë dhe të shtimit të peshës. Që ta kuptojmë këtë. Janë të barazvlefshme niveli i toksicitetit, është parë një studim, të nxënësit e disa shkollave, kur merrnin pjesën e tortillave që konsumonin, të barazvlefshme me 5 feta bukë. 5 feta bukë rritin toksicitetin akut kur kanë kriprat e kalciumit të hedhura. Nga ana tjetër, është gjetur bromati i kaliumit, që është, mund të themi, është një tip kondicioneri që të forcoj strukturën e brumit dhe që të bëhet në furr. Pra po themi në shumë bukë, jo të gjitha bukët, por mund të gjendet në një pjesë e madhe e bukës dhe bën edhe oksidimin e mjedit. Është afërsisht si ato agjentët zbardhues për ta mbajtur edhe më mirë. Problem tjetër që është shumë i rëndësishëm është mjedi i zbardhur, i cili ka nivele shumë të larta të gazit të dioksidit klorit dhe peroksid benzoili, të cilët bëjnë zbardhjen që ky miell mos dëmtohet. Dhe patjetër është më pak i dëndur, është më ideal, sidomos për ëmbëlsirat, për fryrjet dhe kryesisht sjell probleme shumë të rënda. Mjedhi bromatizuar është parë në disa studime që ne kemi parë. Në momentin që është konsumuar nga mint, pra edhe gazi dioksidit të klorit, sidomos gazi dioksidit të klorit lëshon nivelin e aloksanit. Aloksani është numri 1 për të shtuar problemet e diabetikëve. Pra në qoftë se do të bësh diabetik, duhet të konsumosh nivelet e aloksanit. Dhe pikërisht dioksidi i klorit i ndërvepruar tek buka bën që të rritet përbërja e aloksanit. Dhe duke rritur, çfarë është parë? Që dëmton qelizat beta të pankreasit. Besoj se kategoria më e privuar për të konsumuar bukën janë personat me diabet. Çfarë buke dhe a duhet ta konsumojnë, apo s'duhet ta konsumojnë fare, duhet ta heqin fare nga dieta? Për mua asnjë lloj karbohidrati, ata nëse duhet të kurohen problemi, ky është problemi i dietologëve që japin, por dhe i mjekëve, i thon konsumoni sa më pak bukë, një makarona. Absolutisht jo. Sidomos makarona dhe pasticet, shikoni. Këto që ndodhte makarona, për shembull, një fakt që më kujtohet tani, sa më shumë të zije makarona, pra nuk është al dente, aq më shumë niseshte edhe aq më shumë rezistent ndaj insulinës krijojnë. Makaronat al dente janë më të mira në këtë rast, që ta kuptojmë. Në ana tjetër, diabetikët nuk duhet të konsumojnë karbohidrate të tilla. Në opinionin tim, jo vetëm diabetikët, po edhe fëmijët. Shumë pak.
Pra, ne duhet që ta heqim bukën nga dieta jone. Ne duhet ta kemi thjesht si aksesor. Atëherë kur ti mendon që po thua pa ha një fasule apo një gjellë që e ke të detyrueshme vetë si person, por ne gradualisht duhet ta rallojmë. Nuk do ta kemi pjesën bazë, si shikoj unë për shembull në furat e Tiranës, kur unë vi, bëhet nami për të bler bukë, 1-2 bukë. Unë nuk kam parë, ndoshta jam mësuar të unë Suedi që nuk ka konsumim fare buke, po thosë dhe shumë pak, ose në për restorante, në për lokale. Buka e dorës fundit